thirrjet që janë bërë nga Kosova atje, ka përzierje realisht, përveç pak elementve. Po, edhe thirrjet për Albin Kurtin në ato protesta, mu nuk më pëlqejnë fare. Kemi pak disa këshilltarë apo ish këshilltar, ish kandidat për deputet në... I ka ata këshilltarët, Elvisin, bërëm bile nëse keni dëgjuar Dardan Krasniqin në Debat Plus, në duket ka qenë i detyruar Ermal Panduri të ndërpres programin, sepse e ka spjeguar jashtëzakonisht mirë se kush është, sot i kishte një shkrim, Dardani, edhe mund të aftoni Dardanin, vërtet ka treguar se kush është Elvis dhe kush qëndër pas Elvis Hoxha, se Hüsamettin Ferrajte. A i mbjemin e ka Ferraj edhe për një me Ferr i Shqipërisë e i Kosovës është. A i zotrio Ferraj, në Hüsamettini. Po, pse me bërë këtu, profesor? Unë mendoj që përzirja e Kosovës, politikës kosovare në Shqipëri është e panevojshme. Sepse aty ku përzi lëvizjeve të vendosje, ka shkatruar gjithçka. E ka shkatruar Luginin e Preshevës, e ka shkatruar Maqedoninë e Veriut, Iliriden. Domethënë tani ka mbetur vetëm Shqipëria. Nuk po them se Edi Rama është i përkryer, por megjithatë, krahasuar nga nej, kufirit të ne në Kosovë, çka ka ndodhur për këto 6 vite, vërtet ai është ideali krahasuar me këta tjerë. Kështu që unë mendoj që fare nuk kem nevojë ne nga Kosova të përzimin në Republikën e Shqipërisë, e cila unë mendoj që është në prag të futjes në Bashkimin Evropian, edhe duhet të ketë kujdes. Ju mendoni që këta të vetëvendosjes janë në ballë të kësaj që po ndos, apo thjesht po japin një dorë? Ja, po japin një dorë, ndoshta aty nuk po del askush. Që është në ballë të saj, doli ai i moshuari, si e ka emrin, dhe në një farë mënyrë e pranoj, ai në Amerika, po nuk di ku është, nga Shqipëria është, por unë mendoj që qorqe të ndryshme të erta kundër shqiptare mund të jenë prapa këtyre protestave. Greqia, ne e dim që vazhdimisht e ka penguar zhvillimi i turizmit shqiptar, Serbin gjithashtu e pengon, Malin e Zi e pengon, kështu që Rusin gjithashtu, unë mendoj që qorqe të erta qëndrojnë brapa kësaj, sepse ka pas arsye ndoshta politike për të bërë protesta sot të dojnë shqiptarët, por të bëjnë protesta për të penguar zhvillimin, për të penguar prosperitetin, për të penguar turizmin, për të penguar, unë e di çka Zvërnecin, ajo ma tepër është rrydzuar si një deponi e mbeturinave inerte. Edhe tash të bëhet atë një resort ekskluziv për prej 4 miliard dollarësh të refuzohet një Zvërnec që faktikisht nuk ka asnjë objekt të ngritur edhe nuk shihet në horizont se dikush nga shqiptarët do të bëjë diçka të mirë për atë zonë, atëherë unë vërtet nuk jam në gjendje të kuptoj. Nëse ne mendojmë se aty do të bëhet tokë e arabëve ose tokë e të pasurve të botës, ne me këtë nuk mund ta pengojmë. Nuk mund ta pengojmë, ashtu i ka dyert e hapura. Kosova dal nga dal, por për rrit numrin e turqve, të cilët po vinë me të madhe në Kosovë. Njëjtë është rasti edhe në Shqipëri. Me këto format pengimit të investimeve strategjike shqiptare për zhvilluar turizmin, ne nuk mund ta pengojmë popullsimin që do të ndodhë. Globalizimi, qytetarët do të vinë të jetojnë në Shqipëri e në Kosovë. Nuk mund t'i pengojmë ne me format të tilla të demonstratave. Unë mendoj që protestat në Tiranë, protestat kudo që janë duke mbajtur në Shqipëri, kanë një prapavi të ertë, ose fare janë të pa organizuara, s'kan kokë të organizimit dhe janë të stihike. Janë stihike të tilla, ose
për ndryshe kanë eksponent të paguar nga qartë të erta antishqiptare që i nxisin ato. Rinia futet, rinia nuk e din si vepron. Shpesh ata janë të pafajshëm. Ata e kanë mirë, sigurisht e kanë probleme. Edhe marrin pjesë në ato protesta. Por nëse nuk ka një organizim, se ne jemi të mësuar në Kosovë me demonstrata, me protesta, ne jemi të kalitur, i kemi 68-ën, 81-ën, në vazhdimësi, 89-ën, gjithë mon kemi protestu, por e kemi ditë pse po protestojmë. Edhe protestat tona, komunistat i kanë quajtur anti-shqiptare. Edhe 89-ën, asnjëherë se kanë pranu komunistat e Titos se ato demonstrata ishin të arsyeshme. Edhe sot, për fat keq, brenda radhëve të lëvizjes vetëvendosje, ka qindra, mira, eksponent, njerëz të kohës së komunizmit, kohës së Titos, bijtë e tyre të cilët e përkrahin pa rezervë zotin Kurti, dhe ky është rreziku më i madh. Rreziku më i madh që e ka Kosova përpara se janë kthy në pushtetin e Albin Kurtit, deputetet të cilët i kemi shumë prej tyre janë bij dhe bija të atyre që dikur kanë punu për Serbinë edhe kanë qenë në UDB-n serbe, kanë qenë pushtetet me Serbinë edhe kanë punuar paralel në